Rrethi pikturës i shkollës 9-vjeçare Tring Smiley në Gru të Re, njësia administrative rrethina ishte i ftuar me punimet e tij në qendrën kulturore të fëmijëve Kujti Malia në Shkodër. Piktorët e vegjël të kësaj shkolle ekspozuan punime të përzgjedhura duke befasuar jo pak të pranishmit me talentin dhe tematikën e tyre. Në aktivitet morën pjesë edhe drejtues të Drejtorisë Arenale të Arsimit dhe përfaqësues të Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër. Është hera parë që Qendra Kulturore e Fëmijëve fton rrethe të veçanta pikture nga shkollat e njësive administrative, por kjo përvojë pritet të zgjerohet edhe në të ardhmen, si theksoi edhe përgjegjësia e qendrës Orieta Kelaj. Janë të mirëpritur të gjithë fëmijët e talentuar, por kjo si iniciativë, si bashkëpunim lindi duke u nisë që ne pjesë të kësaj shkolle dhe 2 vajzat nga kjo shkollë, ne i kena pjesëtare të kursit të pikturës dhe duke pa talentin e këtyre vajzave, lindi edhe ideja bashkëpunimit. Ndërsa për drejtuesit dhe mësuesit e shkollës Tring Smiley, kjo mënyrë organizimi përbën një inkurajim të madh jo vetëm për nxënësit, por edhe për komunitetin e prindërve të zonës. Është një punë shumë e bukur, unë jam edhe si vizitore sot, dhe është kënaqësi të vish e të vizitosh punimet e nxënësve të shkollës ku ti je drejtuese dhe siç e shihni dhe vetë, është një punë shumë e bukur e drejtuar nga profesor Lorent Darajati, që e përshëndes për punën e jashtëzakonshme që ka bërë. Ka të bëjnë edhe lloji teknikave që kanë përdorur, edhe lloji rrymave të artit që kanë shprehë ato në veprat artistike që kanë modelu. Edhe ndryshueshmënia, karakteret, domethënë format karakteriale që i kanë midis njëri nxënës me nxënësin tjetër të shprehura në telajo. Drejtori i Drejtorisë Arenale të Arsimit Hasan Muqa u shpreh se aktivitetet të tilla ndihmojnë në zbulimin e vlerave të shumta që kanë shkollat dhe në pasurimin e tyre. Po mësojmë diçka. Neve në shkolla kemi pesare. Thjesht mjafton të kesh pak vullnet për të kërkuar, për të evidentuar dhe për të promovuar, siç është rasti i sotshëm. Nuk është madhësia e shkollës dhe numri i nxënësve që krijojnë vlera. Ato mund krijojnë gjithkund. Mjafton për kushtimi dhe puna me zemër. Punimet e piktorëve të vegjël të shkollës 9-vjeçare Tring Smiley në Gru të Re, rreth 5 kilometër në veri të qytetit të Shkodrës, shquhen për tematikën e tyre të larmishme që nisin nga tradita deri tek zhvillimet bashkëkohore.